Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Miranjerës dhe 10 lider botror u mblodhën në Vatikan për t'i dhënë lamtumirën e fundit Papa Franceskut. Mes të pranishmëve ishte presidenti amerikan Donald Trump, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe princi William. Ceremonia solemne u drejtua nga kardinali italian Giovanni Battista Re. Bota I dha sot lamtumirën e fundit Papa Franceskut në një ceremoni që preku zemrat e miliona besimtarëve. Rreth 200.000 njerëz, mes tyre 10 lider botëror dhe personalitete të larta, u mblodhën në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan për të nderuar papën që ndryshoi historinë e kishës katolike. Ish presidenti amerikan Donald Trump, presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe princi William ishin ndër të parët që bën homazhe para arkivolit të Franceskut, I vendosur në bazilikën e Shën Pjetrit. Duartrokitje të gjata shoqëruan mbërritjen e liderëve dhe pelegrinëve në një atmosferë të ngarkuar me emocion dhe respekt. Papa Francesku, papa I parë jo europian pas më shumë se 13 shekujsh, la pas një trashëgimi të fuqishme për përullsinë, drejtësinë sociale dhe kujdesin ndaj të pambrojturve. Për 12 vite me radhë, ai udhëhoqi kishte me mesazhe shprese, paqeje dhe përpjekje për të ndryshuar botën përmes solidaritetit. Në mesin e atyre që përkulën kokën me respekt ishin edhe president nga Argentina, Franca, Gjermania, Filipinet dhe Polonia, së bashku me kryeministra e antar të familjeve mbretërore europiane. Prania e tyre e bëri këtë ceremoni një ngjarje historike botërore, ku feja, politika dhe njerëzimi u bashkuan në nderim të një figure që tejkaloi kufijtë e zakonshëm. Ceremonia u drejtua nga kardinali Giovanni Battista Re, ndërsa lutjet dhe nderimet shoqëruan përcjelljen e tij të fundit. Papa Francesku largohet fizikisht, por ideali dhe mësimet e tij mbeten të përjetshme në zemrat e miliona njerëzve në mbar botën. Funeralin e Papa Franceskut të zhvilluar jashtë Vatikanit e kanë shoqëruar një operacion masiv sigurie me përfshirjen e 4.000 oficerëve të policisë dhe agjentëve të shërbimit sekret. Pjesëmarrësit e ceremonisë, të cilët vinin nga I gjithë bota, ishin të mbrojtur nga një siguri e jashtëzakonshme që përfshinte patrullimet intensive dhe mbikëqyrjen ajrore. Funerali I Papa Franceskut, që u zhvillua jashtë Vatikanit, kërkoi masa sigurie të jashtëzakonshme për të mbrojtur mira të ftuar nga E gjithë bota. Autoritetet italiane angazhuan një forcë prej 4.000 oficerësh të policisë, ushtarëve dhe agjentëve të shërbimeve sekrete për të siguruar që ceremonia të kalonte pa incidente. Qyteti I Romës dhe Vatikani u shndërruan në kështjella të mbrojtura me patrullime të pandërprera dhe monitorim të vazhdueshëm. Siguria ajrore ishte gjithashtu e pranishme me avion ushtarak dhe sisteme antidron që patrullonin qiellin mbi qytetin. Në portin e Fiumiqinos, një destroyer I marinës qëndronte në gatishmëri për çdo emergjencë. Të pozicionuar në pikpamje strategjike mbi ndërtesat ishin snajperët, ndërsa patrullimet me qenë nuhatës dhe grupet e zjarrit ishin të gatshme të ndërhynin për çdo kërcënim. Zjarfikësit të cilët ishin trajnuar për situata të tilla, ishin gjithashtu në gatishmëri për të reaguar ndaj kërcënimeve të mundshme bërthamore, kimike, bakteriologjike dhe radiologjike. Ky operacion masiv sigurie që u zhvillua pas një incident tregoi përgatitjen e lartë të autoriteteve italiane dhe rëndësinë e sigurisë gjatë një ngjarjeje të tillë historike. Në një ceremoni në sheshin e Shën Pjetrit, presidenti I Republikës Bajram Begaj së bashku me përfaqësues të lartë të shtetit shqiptar dhe udhëheqës botror nderuan Papa Franceskun. Papa Francesku ka vizituar Shqipërinë në vitin 2014 dhe ka nënshkruar dekretet për lumënimin e martirëve të parë shqiptar të komunizmit, duke lënë një trashëgimi të fuqishme për shqiptarët. Presidenti I Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj mori pjesë në meshën e shenjtë organizuar në nder të Papa Franceskut, e cila u zhvillua në një atmosferë të mbushur me solemnitet dhe përullësi përpara bazilikës së Shën Pjetrit në Vatikan. Në këtë ceremoni madhështore, presidenti Begaj shoqërohej nga një delegacion shtetëror I përbërë nga ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani, ministrja e shtetit për administratën publike dhe kundër korrupsionit Adela Pirdeni, si dhe ambasadorja e Republikës së Shqipërisë pranë selisë së shenjtë Majlinda Frankaj. Ceremonia ku morën pjesë përfaqësues të lartë shtetëror nga I gjithë bota, u nderua edhe nga krerët e institucioneve fetare shqiptare dhe përfaqësues të lartë të Republikës së Kosovës, përfshirë kryeministrin Albin Kurti dhe presidenten Vjosa Osmani. Pjesëmarrja e delegacioneve shqiptare dhe kosovare në këtë ngjarje të rëndësishme nënvizon edhe një herë lidhjet e veçanta historike dhe shpirtërore që kompetona kanë me selinë e shenjtë dhe Papa Franceskun personalisht. Papa Francesku ka mbajtur gjithmonë një marrëdhënie të veçantë me Shqipërinë.
Vizita e tij në vendin tonë në shtator të vitit 2014 la gjurmë të thella duke i quajtur Shqipërinë tokën e bashkëjetesës fetare. 2 vite më vonë, me 4 shtator 2016, Papa shpalli shenjtore Nën Terezën, bijën më të ndritur të kombit shqiptar. Në vijim të këtij respekti të veçantë, me 5 nëntor 2016, Papa Francesco nënshkroi dekretin për lumnimin e 38 martirëve shqiptar të komunizmit, një akt domethënës për historinë e vuajtjeve dhe sakrificave të shqiptarëve për lirinë dhe besim. Ky akt u pasua nga një tjetër vendim i rëndësishëm me 16 nëntor 2024, ku Selia e Shenjtë vendosi të lartësojë dhe 2 martirë të tjerë shqiptar. Pjesëmarrja e presidentit Begaj në këtë shërbesë të shenjtë dëshmon jo vetëm respektin institucional të Shqipërisë ndaj Vatikanit, por edhe vlerësimin e thellë për rolin që Papa Francesco ka pasur në mbështetjen e vlerave të paqes, bashkëjetesës dhe solidaritetit në botë dhe në hapësirën shqiptare. Notizime të tjera informacione në një takim me qytetarët e Laprakës, kryedemokrati Sali Berisha u zotua për legalizimin e plotë të banesave, falje gjobash dhe ashpërsim të luftës kundër krimit, ndërsa kritikoi gjithashtu iniciativën e kryeministrit Rama për amnisti fiskale. Edhe pse shtuna ishte shpadhur ditëzie kombëtare në nderim të Papa Franceskut, Sali Berisha nuk e ndaloi fushatën duke respektuar atmosferën përmes 1 minutë heshtje dhe fikjes së muzikës gjatë takimit me qytetarët e Laprakës. Para se të vjojmë me folësit, unë dua t'ju ftojmë të mbajmë 1 minutë heshtje për Papa Franceskun, një mik të Shqipërisë dhe shqiptarëve që sot ndahet nga gjallët për të bashkuar me Ati në jetën e amshuar. 1 minutë heshtje. Në nisjet e aktivitetit, Berisha firmosi një kontratë besimi me Laprakasit ku u zotua për legalizimin e plotë banesave të tyre brenda vitit të parë të qeverisjes në rast të rikthimit në pushtet. Unë firmosa këtu para jush i kontratë me ju. E tha, shumë bukur zoti Marku, që unë fjallën ti me mbaj. Ky është parimi që ndjekim ne. Ndaj dhe edhe atyre të cilet ja u kanë prish, nuk harrojnë betejat tuaja për shtëpit tuaja. Nuk i harrojnë ndonjëherë. Edhe ata do të dëm shpërblehen sipas këtij parimi. Në vijim, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për rikthimin e amnistisë fiskale të maskuar sipas tij pas konceptit të paqes fiskale. Ky është parimi që ndjekim ne. Ndaj dhe edhe atyre të cilet ja u kanë prish, nuk harrojnë betejat tuaja për shtëpit tuaja. Nuk i harrojnë ndonjëherë. Edhe ata do të dëm shpërblehen sipas këtij parimi. Po. E ndëgjua dje, paqja fiskale. Çfarë është paqja e tij fiskale? Paqja e tij fiskale. Duke premtuar zero tolerancë ndaj krimit, Berisha deklaroi se me ardhjen në pushtet do të falë të gjitha gjobat i vendosura mbi qytetarët dhe bizneset e ndershme, të cilat sipas tij kanë vuajtur nga arroganca e administratës aktuale. Reklamoi më të madhe amnistin fiskale, ku nuk kishte asnjë synim tjetër, veç se të sillte paratë e drogës, të klaneve mafioze, të vinë në Shqipëri. Këto angazhime Berisha i ndau jo vetëm me qytetarët demokratë të Laprakës, por edhe në praninë e presidentit të urdhërit të Maltës dhe ministres kroate të kulturës Nina Obuljen. Gjatë një konference me gratë, Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për përdorimin e një gjuhë mizogjeniste gjatë fushatës zgjedhore, duke kritikuar fjalët dhe retorikën e tij ndaj grave dhe vajzave. Sali Berisha zhvilloi një konferencë me gratë ku morën pjesë anëtarë të Partisë Popullore Europiane dhe ato të Christian Democratic International. Gjatë fjalës së tij, ai ka sulmuar kryeministrin Edi Rama për gjuhën që përdori gjatë fushatës zgjedhore, duke e quajtur atë mizogjenist. Dilte gjithnjë me diferencë nga burrat, tani është përbys. Është përbys sepse është përbysur shkollimi. Është bazuar shkollimi dhe tani në testin e inteligjencës gratë në fakt dalin më mirë se burrat. Kjo është vërtet. Nuk e them se tani çfarë ndodh në krahun tjetër këto ditë. Fjalët kyçet e tij, cilat ishin në këtë fushat. Para zonjave, çryk, autik, knet, buf dhe
natyrisht, ajo që është ndarë, ajo është heroin, si pas tyre, apo jo. Çka nuk janë realitete këto, apo jo. Pra, ky është fjalori i tij në pamje, por në thelb është mizogenik dhe i ka rrënjët në doktrinën e Freudit. Në këtë kuadër, ai gjithashtu kritikoi heshtjen e kryeministrit për krimet ndaj grave, përfshirë vrasjet dhe dhunën, duke akuzuar atë se ka krijuar një atmosferë të tillë gjatë 12 viteve të tij në pushtet. Ne kemi sot, ose regjistruar këto 10 vite, numrin më të lartë të vrasjes së grave, krimin më të shëmtuar. Përsëri, nuk është e drejtë, por hesht atëherë të paktën me heshtin e tij, ai në një mënyrë ose një tjetër favorizon këtë klim agresive ndaj vajzave dhe grave. Në fund, Berisha theksoi se Partia Demokratike do të vazhdojë të angazhohet për të siguruar suksesin dhe avancimin e grave dhe vajzave në shoqëri, duke shprehur angazhimin e saj për të mbështetur çdo nismë që i shërben përmirësimit të pozitës së grave. Eci me të tjera informacione, pas aksidentit të rënd në një pallat në ndërtim në qytet të Kavajës, ku një punëtor humbi jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur, policia ka ndërmarrë arrestime dhe ka shpadur në kërkim drejtuesin e punimeve. Një ditë pas tragjedisë së rëndë në qytet të Kavajës, ku një aksident në kantier ndërtimi mori jetën e një punëtori dhe plagosi një tjetër, autoritetet kanë ndërmarrë masa të menjëhershme ndaj përgjegjësive të kësaj fatkeqësie. Ngjarja ndodhi gjatë shmontimit të një skele në një pallat ndërtimi, ku 59-vjeçari me inicialet HP humbi jetën në vend ngjarje, ndërsa 36-vjeçari SH posoi dëmtime të rënda në këmbë dhe aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Policia e Kavajës në bashkëpunim me prokurorinë e Durrësit ka arrestuar drejtuesen teknike të punimeve 68-vjeçarin me iniciale EX banuese në Tiranë. Ajo akuzohet për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë, një vepër që ngre shqetësime serioze mbi standardin e sigurisë në kantieret shqiptare. Ndërkohë janë shpadur në kërkim dhe 2 persona të tjerë të lidhur me aktivitetin ndërtimor, administratori i firmës shtetasi ED, 53 vjeç, banues në Golem të Kavajës, si dhe inxhinieri i kompanisë ndërtuese 31-vjeçari MSH. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, po vijojnë hetimet për të dokumentuar të gjithë zinxhirin e përgjegjësive që çuan në këtë ngjarje të rëndë, ndërsa materialet procedurale janë referuar në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Një aksident i rënd u regjistrua këtë të shtunë në Qafthan, ku u përfshi autobusi që transportonte ekipin e vajzave të Skënderbeut të volejbollit. Mjeti doli nga rruga pas një përplasje të 3 fish duke goditur një mur ansor. Disa nga sportistët posuan dëmtime të lehta, ndërsa ndeshja e planifikuar kundër Tiranës është shtyrë për një datë tjetër. Një aksident i 3 fish në Qafthan ka përfshirë autobusin e ekipit të volejbollit të femrave të Skënderbeut këtë të shtunë. Autobusi që transportonte vajzat drejt një sfide sportive në Tiranë doli nga rruga pas një përplasje të fortë dhe u përplas me murin ansor të rrugës. Përpasoj, disa nga sportistët që ndodheshin në vendet e para të autobusit posuan dëmtime të lehta dhe ndodhen nën kujdesin mjekësor. Dëmtimet të konsiderueshme posuan dhe 2 automjetet e tjera të përfshira në aksident. Në vendngjarje ka mbritur grupi hetimor i cili po punon për zbardhjen e plotë shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit. Për shkak të kësaj ngjarje të rëndë, ndeshja e planifikuar me Skënderbeut dhe Tiranës në volejboll për femra është shtyrë. Federata Shqiptare e Volejbollit pritet të konfirmojë një datë të re, ndërsa sportistët po marrin ndihmën e nevojshme për të kaluar këtë situatë vështirë. 2 të rinj janë arrestuar dhe proceduar penalisht nga policia pasi zbuluan se gjatë një operacioni kontrolli me dron, ku tentonin të kultivonin kanabis në një zonë të mbrojtur. Operacioni i bazuar në informacione operative çoi në kapjen e 22-vjeçarit dhe procedimin e 18-vjeçarit, ndërsa u sekuestrua edhe automjeti që përdornin për të transportuar fidanët. Në një operacion të fundit në zonën e mbrojtur të Krastës, policia zbuloi dhe parandaloi një rast të tentativës për kultivim të kanabisit nga 2 të rinj. Kontrollet intensive të realizuara në mbështetje të dronëve pas informacioneve të siguruara në rrugë operative bën të mundur evidentimin e fidanëve të mbjellë në territorin e mbrojtur.
Dy të rinj, një 22 vjeçar dhe një 18 vjeçar, po përgatitin fidanët për kultivim, por u kapën në flagrant nga uniformat blu. Si rezultat, 22 vjeçari u arrestua, ndërsa i mituri u procedua penalisht në gjendje të lirë. Gjatë veprimeve procedurale, policia sekuestroi edhe një automjet në pronësi të arrestuarit, i cili përdoroi për të transportuar mjetet dhe fidanët drejt parcelës së përgatitur. Automjeti dhe fidanët e kanabisit janë marrë në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale janë referuar prokurisë për vimin e hetimeve, ndërsa Policia e shtetit ka arritur ndjeshëm kontrollin si nga toka ashtu edhe nga ajri për të parandaluar çdo tentativë për kultivim të lëndëve narkotike në zonat e mbrojtura në të gjithë vendin. Policia e Tiranës ka arrestuar një 28 vjeçar i cili dyshohet se ka ndihmuar 30 vjeçarin të largohej nga vendi i ngjarjes pas sulmit ndaj një punonjëse të OSHA-s. Autoritetet po vijojnë kërkimet për të arrestuar 38 vjeçarin që kryesoi sulmin ndaj faturistes Rubena Hasa. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e sotme në rrugën Artan Lenja në kryeqytet, ku një punonjëse e OSHA-s është dënuar fizikisht nga një shtetas gjatë kontrollit të sahatit të energjisë elektrike në një lokal. 37 vjeçaria Rubena Hasa, e cila mbante detyrën e faturistes në operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike në Tiranë, është sulmuar papritur dhe me forcë nga 38 vjeçari Spartak Cara, pasi kishte shkuar për të kryer detyrën e saj të zakonshme. Sipas informacioneve të siguruara nga policia, Cara ka reaguar me dhunë duke e goditur Hasën me sende të forta, pavarësisht përpjekjeve të saj për të shpjeguar se po kryente vetëm një kontroll rutinë të sahatit. Pas sulmit, Cara ka ikur nga vendi i ngjarjes, ndërsa policia ka nisur një hetim të shpejtë dhe ka ndaluar 30 vjeçarin që dyshohet se ka ndihmuar autorin të largohet. Më pas, forcat e rendit kanë arrestuar edhe një 28 vjeçar me iniciale LM, i cili ka ndihmuar për largimin e autorit. Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim autorin kryesor të ngjarjes, Spartak Cara, i cili akuzohet për dhunë ndaj punonjësit të shtetit dhe shkelje të rregullave të detyrës. Ndërkohë, organet e rendit po vijojnë kontrollet intensive dhe kërkimet për të kapur dhe arrestuar autorin. Materialet për këtë rast janë referuar prokurisë për veprimet mëtejshme, ndërsa gjithashtu janë duke u shqyrtuar dëshmitë dhe provat e tjera që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Me të tjera informacione kalim në zhvillimet nga rajoni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtyrë për të katërtën herë hyrje në fuqi të sanksioneve ndaj industrisë serbe të naftës. Presidenti serb Aleksandar Vučić e përshëndeti këtë vendim duke falenderuar Washingtonin për mirëkuptimin. Sanksionet të vendosura për lidhje me kompaninë ruse Gazprom Neft tani do të hyjnë në fuqi në 27 qershor. Nisi mbeti kompanisë kryesore prodhimit dhe përpunimit të naftës në Serbi. Në një kohë tensioni të lartë ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të shtyjnë për 2 muaj të tjerë sanksionet ndaj industrisë serbe të naftës. Vendimi shihet si një hap i rëndësishëm për stabilitetin ekonomik të Serbisë dhe për marrëdhëniet mes dy vendeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtyrë për 2 muaj të tjerë hyrje në fuqi të sanksioneve ndaj industrisë serbe të naftës, njoftoi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vučić shprehu falënderime për partnerët amerikanë, duke theksuar se ky është një lajm i mirë për qytetarët e Serbisë. Sipas tij, sanksionet, të cilat pritej të hynin në fuqi më 28 prill, do të shtyhen deri më 27 qershor. Industria serbe e naftës, e kontrolluar kryesisht nga kompanitë ruse Gazprom Neft dhe Gazprom, u vendos në listën e sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 10 janar. Sanksionet synojnë të ndalojnë përdorimin e të ardhurave nga sektori energjetik për të financuar luftën e Rusisë në Ukrainë. Deri më tani, Washingtoni ka shtyrë 3 herë zbatimin e sanksioneve, duke i dhënë Serbisë kohë shtesë për të menaxhuar ndikimet ekonomike. Nisë luan një rol kyç në ekonominë e Serbisë, duke qenë kompania e vetme që merret me kërkimin, prodhimin dhe përpunimin e naftës dhe gazit natyror. Një goditje ndaj kësaj industrie do të kishte pasoja të rënda në furnizimin me energji dhe stabilitetin ekonomik të vendit. Ndaj çdo vendim për shtyrje shihet me rëndësi të veçantë si për autoritetet serbe, ashtu edhe për qytetarët. Shtyrja e fundit e sanksioneve konsiderohet një dritare e vogël kohe për Beogradin, por edhe një sinjal i kujdesshëm diplomatik në një sfond ndërkombëtar gjithnjë më të tensionuar. Me zhvillimet nga bota, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe presidenti amerikan Donald Trump u takuan në Rom gjatë funeralit të Papa Franceskut në një moment delikat të bisedimeve për armëpushimet mes Ukrainës dhe Rusisë. Takimi vjen pas një periudhe të tensionuar që ka ngjallur interes për mundësinë e një marrëveshje paqeje. Trump ka bërë thirrje për një takim të nivelit të lartë mes Kievit dhe Moskës për të përmbyllur një marrëveshje pas bisedimeve produktive me të dërguarin e tij dhe udhëheqësit e Rusisë. Në një takim të papritur, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe presidenti amerikan Donald Trump zhvilluan një bisedë të rëndësishme në kryeqytetin italian,
Rom, ku të dy udhëheqësit po merrnin pjesë në funeralin e Papa Franceskut. Takimi, i cili erdhi në një moment kritik të bisedimeve mes Ukrainës dhe Rusisë për një armëpushim, ka ngjallur shumë spekulime lidhur me mundësinë e një marrëveshjeje që do të ndihmonte në përfundimin e luftimeve. Trump, i cili ka ushtruar presion mbi të dyja palët për të rënë dakord për një marrëveshje, ka deklaruar se kishte pasur bisedime produktive mes të dërguarit të tij dhe udhëheqjes ruse, dhe ka bërë thirrje për një takim të nivelit të lartë mes Kievit dhe Moskës. Ky takim ka pasuar një periudhë të tensionuar mes dy liderëve, pas një incidenti të njohur që ndodhi gjatë takimit të tyre të mëparshëm në zyrën ovale, ku situata shpërtheu në një përleshje verbale. Pas atij incidenti, bashkëpunimi i inteligjencës mes Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës u ndërpre, por më pas u rivendos. Tashmë, në një kontekst të ri dhe me një urgjencë gjithnjë më të madhe për të arritur një paqe të qëndrueshme. Takimi i Zelenskit dhe Trump do të jetë një moment kyç për zhvillimet e mëtejshme diplomatike. Një marrëveshje e mundshme për t'i dhënë fund konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës duket se është më pranë se kur presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se palët kanë bërë përparime të rëndësishme pas bisedimeve në Moskë duke cilësuar ditën si të suksesshme. Ndërkohë, Ukraina kërkon presion të shtuar mbi Rusinë për një armëpushim pa kushte, ndërsa diskutimet për çështjen territoriale mbeten ende të hapura. Një zhvillim i ri në përpjekjet për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës ka marrë vëmendje ndërkombëtare, pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se të dyja palët janë shumë pranë një marrëveshje. Deklarata e tij erdhi pas takimit të dërguarit amerikan Steve Witkoff me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, një takim që Kremlini e përshkroi si konstruktiv. Trump tha se shumica e pikave kyçe janë rënë dakord dhe i bëri thirrje palëve të arrijnë një marrëveshje në nivele të larta. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky nënvizoi se nevojitet presion i vazhdueshëm mbi Moskën për të arritur një armëpushim të plotë dhe pa kushte. Raportimet sugjerojnë se propozimet e deritanishme parashikojnë që Ukraina të pranojë disa lëshime territoriale, përfshirë edhe Krimen, të cilën Zelensky refuzon kategorikisht ta njohë si pjesë të Rusisë. Bisedimet në Moskë, që zgjatën më shumë se 3 orë, janë cilësuar si shumë të dobishme nga ndihmësit e Kremlinit, duke hapur mundësinë për rifillimin e dialogut të drejtpërdrejtë mes Kievit dhe Moskës. Për herë të parë që prej fillimit të luftës, Putini është shprehur publikisht i hapur për bisedime me Zelenskin, ndonëse deri tani nuk ka ende një marrëveshje konkrete për armëpushim. Në këtë klim të ndërlikuar diplomatike, pritet të shihet nëse nismat aktuale do të japin fryt, ndërsa presioni mbi Ukrainën për kompromis territorial sa vjen e rritet. Do të njihemi me parashikimin e motit. Për datën 27 prill territori shqiptar do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në disa zona priten rreshje të her pas hershme shiu, kryesisht në zonat veriore dhe lindore të vendit gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius. Temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor veriperëndimor me shpejtësi 5 deri 10 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 21 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 20 gradë. Peshkopi 7 deri në 19 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 23 gradë. Durrës 12 deri në 23 gradë. Kavaj 11 deri në 22 gradë. Elbasan 10 deri në 22 gradë Celsius. Berat 10 deri në 23 gradë. Korç 7 deri në 18 gradë. Vlorë 13 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër 12 deri në 23 gradë. Sarand 13 deri në 22 gradë Celsius. Në Kosovë, për datën 27 prill, moti do të jetë i ndryshueshëm, me kthjellime dhe vranësira të her pas hershme.
Në disa zona kodrinore priten rreshje lokale gjatë pasdites, ndërsa pjesa jugore e vendit do të ketë më shumë kthjellime. Temperatura minimale. Pritet të zbresë deri në 8 gradë. Temperatura maksimale. Pritet të arrijë deri në 17 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi mesatare prej 4 deri 9 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 9 deri në 22 gradë Celsius. Podujev 9 deri në 21 gradë. Skënderaj 9 deri në 20 gradë Celsius. Pej 10 deri në 22 gradë. Prishtinë 9 deri në 23 gradë Celsius. Gjakov 10 deri në 22 gradë. Malishev 10 deri në 21 gradë. Gjilan 9 deri në 22 gradë. Ferizaj 9 deri në 22 gradë Celsius. Kaçanik 10 deri në 21 gradë Celsius. Suharek 10 deri në 21 gradë. Prizren 10 deri në 22 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera.